4 kandidat në listë të hapur dhe 12 në listë të mbyllur. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi ka bërë me dije emrat e kandidatëve socialist për deputet për zgjedhjet e 11 majit. Lista e mbyllur kryesohet nga Bledi Çuçi, drejtues politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, ndërsa pas tij është renditur Zamira Sinaj, pedagoge në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, dekane e Fakultetit të Ekonomisë. Pjesë e listës së mbyllur edhe Eriona Ismaili, si dhe Piro Vëngu, aktualisht ministri i mbrojtjes. Ndërsa në listën e hapur të bie në sy rikthimi në qarkun e Vlorës i Damian Gjiknurit, ish deputeti të Partisë Socialiste në këtë qark, si dhe ish sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Shqiptare. Vasil Llajo, përfaqësuesi i minoritetit grek në Sarandë, Ardit Bido, drejtori i përgjithshëm i arkivave të shtetit në Sarandë, Gjergji Mërkuri, pjesë e listës së Sarandës, Ina Majko, përfaqësuese e komunitetit rom në Sarandë. Gjithashtu, për një mandat tjetër, garon edhe Vullnet Sinaj, deputete aktual në qarkun e Vlorës. Evi Salushi është në listën e hapur gjithashtu, pedagoge e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, ish kryetare e Këshillit Bashkiak. Në listën e hapur garon edhe nën kryetari i Bashkisë së Vlorës Klevis Kaso. Po ashtu në garë për një vend në listën e hapur edhe drejtoresha e Spitalit Rajonal të Vlorës Brunilda Mersini. Kandidatë të tjerë të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës në listën e hapur janë edhe Briseda Çakëri, Mjaftesa Sulaj, si dhe Endri Hysenaj, drejtori aktual i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Vlorë.